Është zhvilluar në liçenin e Pogradecit procesi i censusit të shpendëve dimërues, ku këtë vit ekspertët e mjedisit kanë konstatuar një rritje të ndjeshme të numrit të tyre përgjatë brigjeve liçenore. Sipas specialistëve, ky fenomen lidhet kryesisht me zhvendosjen e shpendëve nga liçeni i Prespës drejt Pogradecit për shkak të kushteve më të favorshme për qëndrim. Si vjet kemi një numër, le të themi, më të lartë të shpendëve dhe kjo tregon se ekosistemi në liçenin e Pogradecit është i qëndrueshëm dhe kërcënimet qoftë nga njeriu apo dhe ndryshime klimatike nuk është se kanë dhënë efektet e tyre për sa i përket shpendëve. Arsyeja kryesore mund të jetë edhe fakti që në liçenin e Prespës ne kemi ndryshime të habitateve si rezultati i reduktimit të nivelit të liçenit dhe një pjesë e madhe atyre mund të jenë zhvendosur këtu, por kjo është vetëm në mënyrë hipotetike. Ka disa elemente të veçanta në Pogradec si vjet, për herë të parë në rreth mbi 20 vjet që bëjmë ne monitorim, numri i individëve të një specie të rëndësishme siç është murcaku është pothuajse shumë i madh. Procesit janë bashkuar këtë vit edhe të rinj nga Pogradeci, të cilët kanë kontribuar aktivisht në monitorimin e shpendëve dimërues. Për mua si herë e parë ishte një eksperiencë tepër e bukur, si të fantastike, sepse vërtet ne jetojmë në qytetin e Pogradecit, ku kemi dhe liçenin ton të Ohrit, por nuk dinim që kishte gjitha këto lloje shpendesh të veçanta. Censusi i shpendëve dimërues zhvillohet prej vitesh në liçenet e Pogradecit dhe Prespës dhe përbën një tregues të rëndësishëm për gjendjen e biodiversitetit dhe ruajtjen e ekosistemeve në këto zona të mbrojtura.